momentin që thu nepotizmi, ata që vetë kanë shti dikën të vetin punë, dikush ka mu prek, nuk bojmë kungja për individat caktuar. A bazohemi te dikush? Normal që bazohemi te dikush. Ti vetë hyne ka kjo pjesa e projekteve, te projekti i fundit që vetë një të e bo logjikonominë, që për menimin tem është projekti më i qëllum që është ka bohet në televizion, në media, në rrjetet sociale, se për një me kena pas nevojë për një diçka që na ka shti me kesh, në shavisht të i këshyra aktor, t'i vjen me kesh dhe ti, ose e din që kanë me bo diçka. Po që shërë ideja e këtij projekti? A u konë prej juve të treve, a e dikuj tjetër? Ideja u konë orti me fisin edhe e kanë diskutu me granitin edhe me agonin, fillimisht. Si ide me bo diçka, me bo një emision humoristik, komedi, që ka kritik, që ka kungja ka pak për disa fenomene, edhe kanë diskutu me bo qysh me bo, më fillimisht që më konë unë pjesë e emisionit, mandej më kam propozu këta kolegë të agone dhe graniti, edhe kur jemi taku për herë të parë me folë për këtë ide, u konë një emision diçka që as vetë se këna ditë sakt çka po lypëm, edhe kena bo një pri 4 versionin është edhe 5, tu e provu ka pos formate tjera logjikonomia, derisa e kemi gjetë që të format që ka funksionu, edhe mandej kam rri qashmirë të publikus, o që tash kam rri më bo një farë fenomenin veti logjikonomia. Për një temë që e trajtojmë na, logjikonomi, njerëzve që kanë prit dikush me trajtu, po nuk u dalë kërkush në ashta me folë për shëto, edhe tani dikush preket, dikush spreket, po ideja u kone e tyne fillimisht, edhe mandej ka marrë një formë që shë ka marrë, është pranu shumë mirë edhe jemi shumë të uni shumë mirë që përbojmë diçka që për na i vlerëson mundin popullit. Ti e përmenë edhe vetë që ka pak kungja, dikush preket, dikush spreket nuk janin, e ju për një me merrni me tema qaq virale të momentit, so që edhe nëse lëshojnë e farë kungja është shumë i lezetshëm, so që mu për vetin vjen që di pse mundet mu prek dikush. Po, edhe pse tash duhet me cek edhe këto që na nuk bojmë kungja për individat caktuar. Pa e të këngjë. Nuk prekum ose nuk merremi me individ caktuar. Pavarësisht që mundet me konë ashta si model, po na flasëm kryesisht për fenomene. A bazohemi te dikush? Normal që bazohemi te dikush. Po nuk e kemi 100% ose mu marrë veç me to se individ me emër mbi emër. Te imitimet është më tjetër, se e imiton një filan njeri. Ajo është decidivisht për ta. Po kur flasim për fenomenet, nuk e di sakt pse njerëz reagojnë, më do këtë e parësyshme, se është tek e fundit një emision humoristik, satirik, s'ka nevoj mu prej kërkush, po që nashta edhe popullata kadal mësohen edhe me këtë formë. A menoni që për me pak me një farë forme jeni të jep krau se jeni të i përkra që ta njerës që nashta bohen viral, po ju për jep një në qëtyne bohen viral halo ma shumë, so që pse me dalë tani me thonë pse unë morë me mu qështu. Po, qashtë. Po jo, për ata nuk e kthejmë rrafshin personal me kërkan. Na folëm për fenomenit, përderisa është fenomeni sen, pse na mos më morë me qëta. Po jo pse është një individ qatje edhe na me sulmu ato ose. Cili ju konë është da një rast që për një me u prejk dikush edhe ju ka kontaktu direkt pa emra, po që mënyra se qysh ju ka thonë është edhe juve ju ka prejk pse reagoj qështu? Ka pas disa reagime në TikTok, video të dashme në ashtin, atëfar e thash edhe me një emision tjetër, të dashme në ashtin atëfar vorbullën e TikTokut, më janis me lëquk disa me pësim në atë stad. Në thjesht lasëm për fenomene dhe nuk është që kena me bo një epizod tash me ja këthuj dikojna. Nuk është qajo poenta. Poenta është me full për një fenomen. Pavarësisht çfarë është. Kena prek, mendoj që i kena prek gati këtë fushat e mundshme. Kena prek politik, shëndetësi, arsim, këtë çka na rrethon neve na jena mënu mi prek si fenomene. Jo individualisht ose dikush ka mu prek. Normal është. Se të edhe kur tu epizodën e fundit e patëm nepotizmin. Në momentin që thu nepotizmi, ata që vetë kanë shti dikën të vetin punë, normal që ka mu prek edhe nështë ka me reagu. Po kjo s'është që ja këna bo dikojna me emër, thjesht këna full për fenomenin nepotizm. Cila është një temë që nështë... Që në Kosovë se ekziston, po që ka. Zotë mos e bof, ka ju ka arë nuk e tja,